Dhe këtë Irani e ka kuptuar mirë, po thonë? Dhe këtë Irani e ka kuptuar mjaft mirë dhe patjetër është përmendjes që nëse Irani do të lëshojë pe dhe do të bëhet palë kërkesave të SBA-s për t'i dhënë fund një herë mirë programit të tij bërthamore, di që fati që do ndiqet ndoshta mund të jetë më i egër se ai i Ukrainës, ku ashtu sikurse ju e përmendët një Izrael që është i zëshëm dhe insiston pikërisht në këtë sulm, do të jetë fundi jo vetëm i atij regjimit të Khameneit, por i të gjithë le të themi rolit edhe faktorit të Iranit në atë rajon. Eugenia, tani SBA-t kanë frikën e bazave ushtarake apo kanë frikën e Izraelit, që t'jemi paksa të qartë? Unë do të thoja që nuk e shoh frikën e Izraelit më tepër se sa shoh një përpjekje të Trumpit tashmë me të gjithë të doktrinën e re Don Roe, e cila është një doktrinë qartësisht realiste, është një përpjekje e Trumpit dhe e SBA-ve tashmë për të rikonfirmuar dhe për të rimarrë dhe një herë zotërimin e plot të bazave të tyre ushtarake në lindjen e mesme. Me tërheqjen nga Afganistani, SBA-t në mënyrë absurde, do thoja unë, dhe as pak vizionare hoqën dorë edhe nga baza e Bagramit në Afganistan, për shembull, dhe një sër tërheqësh që kanë ndodhur në atë rajon e kanë bërë që në disa rajone të hiqej, në disa vende të hiqej dorë, ose në disa vende të tjera të ulej ndikimi i SBA-s, dhe tashmë me Trumpin kemi një përpjekje të re për të konfirmuar dhe një rolin dhe praninë e SBA-ve në atë rajon, i cili patjetër është për një sër arsyesh, jo vetëm bazat ushtarake, por edhe të gjithë, le të themi, të mirat materiale që nxiren nga ai rajon. Të flisnim pak edhe për rolin e Turqisë. Në gjykimin tënd, efikas deri tani? Unë e shoh Turqinë një aktor me një strategji të qartë dhe tepër me një avantazh strategjik në atë rajon. Nëse kemi patur dhe kemi parë gjithmonë këtë, le të themi, luftën e ftohtë apo luftën e pazëshme mes Arabisë Saudite dhe Iranit për hegemoninë e islamizmit, le të themi, në atë rajon, mbi të gjitha për atë çka këto dy vende përfshin edhe nënkuptojnë për rajonin e lindjes mesme, Turqia gjithmonë ka qenë një aktor i cili i ka menduar gjithmonë mirë lëvizjet politike. Nga njëra anë kemi një Turqi e cila është zëshëm kundër Izraelit, genocidit, pastrimit etnik, por nga ana tjetër një Turqi e cila nuk e ka ndaluar tregtinë me Izraelin, dhe për më tepër edhe për mineralet kritike. Në të kundërt kemi një Turqi e cila është e investuar fuqishëm për të ruajtur stabilitetin rajonal, pikërisht për valën e emigracionit që nënkupton kjo shpërbërja e Iranit me kurdët në Siri, kurdët në Iran, Irak, pra kemi një valë të tillë e cila mund të kthehet në një pranverë arabe të dytë, në një efekt spillover deri mandej me Egjiptin dhe Libin, ku Turqia në këtë pikë të tre, do të thoja unë, po përpiqet që të ketë një sy nga lindja e mesme, por nga ana tjetër të ruajë dhe stabilitetin, por dhe të shkurajojë, le të themi, influencën ruso-kineze në Afrikë. Dhe në këtë kuptim e shikoj që Turqia është një aktor dhe një partner tepër i rëndësishëm i Shteteve Bashkuara të Amerikës tashmë, ku me jetësinë sa më të gjatë të Erdogan, mund të themi që edhe gjithë politika e jashtme e SBA-s në atë rajon është edhe më e konsoliduar dhe më e mbrojtur. Qartë, në zhvillimet të rëndësishme të javës që shkoi ishte edhe takimi i Bordit Paqes. Shqipëria, Kosova, prezent atje, u bë një paranteze asaj që pritet ndodhë, projektet konsoliduara për sa i përket rindërtimit Gazës, por ama të shumtë janë ata, njëkohësisht, Eugenia, që mendojnë se është një projekt që mbi vendos OKB-n apo krijon një lloj konflikti. Të tjerë thonë nuk është as pak kështu. Bordi i Paqes është një projekt vërtet iniciuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por që në thelb të tij është operacional dhe ka efikasitet, ndryshe nga OKB-ja që e di më mirë se unë, ka burokracitë e veta dhe ndoshta jo gjithmonë është efikase në kohën e duhur. Tani, për ty, me aq sa ke parë, si është kristalizuar Bordi i Paqes? Unë do ta ndaja në dy momente këtë të gjithë krijimin, le të themi, të Bordit Paqes. Në fillim u mandatua dhe ju dha ajo drita jeshile nga një rezolutë e OKB-s, e cila u mbështet në
planin 20 pikësh të Trumpin për le të themi armëpushimi, rindërtimin e Gazës dhe mandej me të gjithë rindërtimin e shtetit të Palestinës. Deri në këto momente bordi i paqes të bën kuptim dhe nuk është një organizëm i cili i mbivendoset OKB-s në këtë moment. Megjithatë, duke patur parasysh edhe atë çka flitet tashmë, por që është shumë e paqartë dhe e pakristalizuar kartën e bordit të paqes ku le të themi zgjerimi i qëllimit dhe i objektivave të tyre shkon përtej Gazës dhe Palestinës, këtu ka pikpyetje të mëdha dhe unë gjithashtu bëj pjesë tek ky grupi i analistëve që e shikojnë me një dyshim dhe pak me kriticizëm bordin e paqes. Duhet kemi parasysh që i gjithë koncepti i paqeruajtjes dhe vendosjes së paqes, pra peace building edhe peacekeeping, janë ndërtuar pikërisht në atë konceptin përgjegjësia për të mbrojtur, e cila është një koncept apo doktrin që rrjedh nga vetë OKB-ja, pra nga vetë Asambleja e Kombeve të Bashkuara e të tjerë dhe ky organizmi i të gjitha shteteve. Në këtë moment, bordi i paqes, i cili në vetvete, në mënyrën se si është krijuar, nuk i lë rol, le të themi, as transparencës, as një mekanizmi check and balance, pra të kemi veto, të kemi vota nga antar, por kemi leadershipin autoritar të përjetshëm deri në vdekje në figurën e Trumpit, këtu të lë të dyshosh dhe të ngre pikpyetje nëse kemi të bëjmë me një projekt rindërtimi të Gazës apo me atë projektin që u mor aq në mënyrë qesharake të rindërtimit apo të kthimit të rivjerës të Gazës nga disa. Dhe këtu pasaj mund të futemi dhe në analizë dhe vetë duke patur parasysh briefingun që bëri dhe Jared Kushner për se si do të rindërtohet Gaza dhe të jepte përshtypjen të një rivjere e cila të gjitha ato të mira materiale do të ndaheshin mes Izraelit dhe SBA-s dhe jo vetë Palestinës si subjekt i së drejtës ndërkombëtare. Në këtë sens, unë mendoj që edhe gjithë ky entuziazmi këtyre vendeve të vogla, të cilat përpiqen ta shesin si një arritje pjesëmarrje në këtë aleancë apo mekanizëm, në fakt për mua është aq qesharake dhe patetike. Do të veçoja Kosovën, e cila ka atë obligimin moral në këtë rast për të, le të themi, për të shpërblyer SBA-t si krijuesin e shtetit Kosovës, por për pjesën tjetër do thëja kemi vende autoritare, vende arabe, vende muslimane, të cilat duken sikur as vetë nuk e din se për çfarë është ky bordi i paqes dhe si do të funksionojë mandej. Edhe pse kemi hartën tashmë të ndarjes së zonave me zonave të forcës së stabilizimit, e cila ku do të marrë pjesë dhe Kosova, Shqipëria me forcë të armatosur, pra me trupa. Patjetër minjoje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsa i përket asaj që ka ndodhur, ndërhyrjes së tyre në Kosovë, por edhe marrëdhëniet e Shqipërisë kanë qenë gjithmonë shumë mira. Po për te kësaj duhet kuptojmë që ky është një projekt jo i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo jo, është një projekt i Donald Trump, apo janë të ndërthurura bashkë? Patjetër që janë të ndërthurura. Për aq kohë sa ka një mandat. Pikërisht. Po vërtet bëhet. Nuk e shiko problemin te mandati i Trumpit për sa kohë është apo jo president. Për faktin që ai vetë leadershipin e tij e ka bërë të tillë që edhe në momentin kur ai nuk do të jetë më president, do të vazhdojë leadershipi. Pra është më tepër leadershipi i akorduar tek individi sesa tek përfaqësuesi i shtetit. Ndryshe nga i gjithë ai diskutimi i madh që ne bënim në fillimin e daljes së ftesës, që në fakt është ftesë për shtetet dhe jo për leadershipin. Pra ka një lloj kontradikte, ka një lloj pikërisht. Megjithatë, këtu është edhe problematika më e madhe e bordit të paqes, që në momentin ku ndryshe nga OKB-ja, e cila kemi një bashkësi shtetesh që janë subjekti së drejtës ndërkombëtare dhe mandej dhe llogaridhënia është e tillë, është institucionale, është legjitime, në termat e bordit të paqes, jam e bindur që askush nga 5 vendet anëtare të Këshillit të Sigurisë në OKB nuk do ta lejojnë që bordi i paqes të ketë një mandat, le të themi, a priori në duart e Trumpit në momentin që Trumpi nuk do të jetë më president. Por do të duajnë që çdo gjë, çdo vendim të kalojë nëpërmjet rezolutave të OKB-s. Mund ta bëjnë këtë? Pra është mekanizmi edhe për ta bllokuar ndoshta? Mendoj që po, është mekanizmi, sepse ashtu sikur se po e
shpjegoja edhe më parë, e gjithë doktrina e përgjegjësisë për të mbrojtur apo për të ndërhyrë për shkaqe humanitare, për mbrojtjen e humanizmit dhe popullsive, është ngritur pikërisht nga OKB-ja vetë. Kjo bëhet e mundur vetëm nëpërmjet rezolutave të OKB, siç mund të kujtojmë këtu edhe rezolutën për Kosovën, e cila mandatoi forcat paqëruese shumë kombëshe për të ndërhyrë dhe për të patur mandatet e tyre aty. Qartë. Zhinat, ka kuriozuar dosja Epstein, ka qenë e pashmangshme që të mos ekspozohemi kundrejt fakteve, dosjeve, elementve të asaj që ka ndodhur. Ka përfshirë shumë shtete, po madomendja që bijem dakord kur themi më e penalizuara, më e dëmtuara ka qenë Britania e Madhe, me princ Andrew, i cili u arrestua, po gjykohet, po hetohet në gjendje të lirë. Të e një qëndrim të ndim, për gjithë shka, për dosjen, por edhe për atë që prodhojnë në Britani. Është shumë interesante të kuptohet se si dosja Epstein, nga një dosje e një individi, kaloi dhe mori këto për masa kaq të mëdhaja, ku tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për lider politik, por bëhet fjalë edhe për autoritete klasike të rëndësishme të globit, siç është edhe monarkia në këtë raste. Goditja që merr monarkia në këtë moment, mund të themi është në të njëjtat nivele me atë çka mori përpara 600 vjetësh, ku kemi edhe le të themi ekzekutimin e vrasjes me heqjen e kokës së ish-princ Charles të parë. Do të thoja që në këto momente akuza më e madhe është ajo për tradhti kombëtare, pasi vetë dhe implikimet e Andrew nuk kanë të bëjnë më tepër me këtë shkëmbimin e informacioneve kaq bazike, po ka të bëjë pikërisht dhe këtu kthehemi edhe një herë te rëndësia e këtyre forcave të stabilizimit, të cilat nuk duhet të jenë në duart e individëve, që bëhet fjalë për në Afganistan, pikërisht në provincën e cila menaxhoi dhe kontrolloi për ndërtimin e Afganistanit gjatë 2010-s, gjatë fund viteve 2000, ku patjetër në ato momente ishte po aq forca Partia Laboriste dhe pikpyetjet mandej shkojnë përtej Andrew, por shkojnë në të gjithë partinë, ku kemi parë edhe ambasadorin që tërhiqet. Pikpyetjet më të mëdha që ngrihen nëse kjo do të ketë një lloj efekti domino në disa politikanë të Partisë Laboriste, apo do të jetë fundi, le të themi, i vetë partisë në pushtet, pikërisht nga këto skandale. Nga ana tjetër mendoj që